Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve përgjatë ditës së sotme, ku në tregun e brendshëm valutor vjet re një rritje mëtejshme e dollarit amerikan, por gjithashtu edhe leku ka vjuar të fitoj pik në raport me monedhën tonë. Në këtë mënyrë, euro është ngjitur mbi nivelin e 96 lekëve mesatarisht përballë lekut. Fillimisht monedha e gjelbërt ka fituar edhe 0.26% të vlerës përballë lekut mesatarisht, referuar shifrave të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Dollari këmbet me 82.82 lek. Euro ka fituar 0.06%, kuotohet në 96.12 lek. Për sa i përket poundit britanik, kjo monedhë ka fituar 0.28% të vlerës, kuotohet në 111.3 lek. Franga zvicerane është në rënje me 0.13%, kuotohet në 106.43 lek. Jeni japonez është në rënje të lehtë me 0.04%, këmbehet mesatarisht me 52.29 për 100 lek, ndërsa dollari australian ka fituar 0.56% të vlerës, duke realizuar fitimet më të mëdha, këmbehet me 59.27 lek. Dollari kanadez ka fituar gjithashtu 0.19% të vlerës, këmbehet me 61.02 lek, ndërkohë korona suedeze është në rënje të lehtë me 0.03%, kuotohet në 9.02 lek, dhe ajo norvegjeze në 8.6 lek, në rënje me 0.01%. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor, ndërkohë në tregjet ndërkombëtare vjon forcimi i dollarit amerikan. Investitorët vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë bëjnë me lindjen e mesme dhe sërish ka paqartësi mbi mënyrën se si do të zgjidhet kjo krizë, pavarësisht deklaratave të bëra nga presidenti amerikan Donald Trump. Euro ka rënë me 0.11%, kuotohet në 1.1553 dollar. Poundi britanik ka humbur 0.17% të vlerës, kuotohet në 1.3388 dollar. Përballë frangës, dollari ka fituar 0.17%, kuotohet në 0.7815 franga. Dollari australian ka humbur 0.15% të vlerës, këmbehet me 0.71. 40 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez është rritur lehtë me 0.12%, këmbehet me 0.7364 dollar amerikan, dhe përballë jenit, dollari është në rënje me 0.14%, kuotohet në 158.72 yen mesatarisht. Në tregun e kriptomonedhave, Bitcoin vjon tregtohet pra nivelit të 70.000 dollarëve, edhe në sesionin e sotëm ka humbur 0.92% të vlerës dhe kuotohet në 69.993.18 dollar, 7 dollar më pak, nivelit të 70.000 dollarëve. Ethereum kuotohet në 2050.88 dollar, në rënje me 0.87%. Ripple gjithashtu ka humbur 0.67% të vlerës, kuotohet në 1.3819 dollar. Litecoin ka rënë me 0.96%, kuotohet në 54.45 dollar, dhe Bitcoin Cash ka rënë me 0.27% të vlerës, kuotohet në 455.76 dollar. Do të shohim edhe ecurinë e tregut të naftës, ku benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje në sesionin e sotëm, pavarësisht vendimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për të hedhur në treg rreth 400 milion fuqi naft nga rezervat strategjike të 40 vendeve antare të kësaj organizate. Pavarësisht kësaj, çmimet kanë fituar ndjeshëm terren në sesionin e sotëm, madje merët ishin në rritje deri në 100 dollar për fuqi për naftën Brent. Aktualisht benchmarku global ka fituar 4.27%, kuotohet në 95.91 dollar. Nafta bruto amerikane tregtohet në 90.55 dollar për fuqi, në rritje me 3.78%, dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rritje me rreth 4%, dhe krahasuar me ditën e djeshme është rritur me rreth 115 dollar për ton. Tregtohet në 1118 dollar për ton.